الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Me të vërtet lavdërime dhe falenderimet I takojnë vetëm Allahut. Ata e falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Kërkojmë mbrojtjen e Allahut prej gabimeve tona dhe prej punëve të këqija tona. Atë që Allahu e udhëzon nuk ka kush e humb, dhe atë që humb nuk ka kush e udhëzon. Dëshmoj se nuk ka zot tjetër që meriton të adhurohet pos Allahut dhe se Muhamedi alayhi salam është rob dhe I dërguar I Tij. Padyshim se tubimet më të mira, tubimet më të pastërta, tubimet më fisnike dhe më të larta me vlerë të Allahu subhanahu wa taala janë tubimet ku përmendet Allahu subhanahu wa taala, ku përkujtohet Allahu subhanahu wa taala, ku mësohet fjala Allahu subhanahu wa taala, ku mësohet fjala pejgamberit alayhi salam. Këto janë tubimet më të mira. Ata janë jetë për zemrat, janë shtim për imanin dhe për besimin, janë pastrim për shpirtin dhe janë rrugë drejt lumturisë dhe suksesit në këtë botë edhe në botën tjetër. Tubimet e përkujtimit të Allahut, tubimet ku përkujtohet Allahu subhanahu wa taala, janë kopshtet e xhenetit në këtë botë. Transmetohet nga Anas ibn Maliku radhiyallahu anhu, transmeton se I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë: kur të kaloni pranë kopshteve të xhenetit qëndroni aty. Sahabët e pyetën: cilat janë këto kopshte të xhenetit, o I dërguari Allahut? Tha: këto janë rrethet e përkujtimit të Allahut. Këto janë vendet ku përkujtohet dhe përmendet Allahu. Këto janë vendet ku mësohet fjala Allahu subhanahu wa taala. Këto janë vendet ku mësohet imani dhe mësohet Islami. Këto janë kopshtet e xhenetit në këtë botë. A dëshironi më kanë kopshtet e xhenetit qysh në dynja, qysh në jetën e kësaj bote? Prezentoni në për vende ku përmendet Allahu, prezentoni në për ligjerata, prezentoni në për derse, prezentoni në për mexhlise ku përmendet fjala Allahut, ku mësohet fjala Allahut dhe suneti pejgamberit alayhi salam. Gjithashtu transmetohet nga Ibn Abi Dunya, transmeton nga Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu, I cili ka thënë: doli tek ne I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam dhe tha: o ju njerëz, qëndroni në kopshtet e xhenetit. I thonë: o I dërguari Allahu, cilat janë këto kopshtet e xhenetit? Tha: janë tubimet e përkujtimit të Allahut subhanahu wa taala. Andaj, kush dëshiron me prezentu në për kopshtet e xhenetit, të prezentojnë në për vendet ku përmendet Allahu. Tubimet e përkujtimit të Allahut janë tubimet të mbushura me melek. Këto janë tubimet të melekëve. Nuk ka në këtë botë asnjë tubim që të jetë I nderuar dhe të jetë më I pranueshëm edhe më me vlerë të Allahu se sa këto tubime ku përmendet Allahu. Ka një hadith ku transmeton Abu Huraira radhiyallahu anhu. Është një hadith madhështor, është një hadith me vlerë shumë të madhe, ku thot transmeton Abu Huraira se pejgamberi alayhi salam ka thënë: Allahu ka melek
që enden në për tokë, që lëvizin në për tokë, duke i kërkuar tubimet ku përkujtohet Allahu subhanahu wa taala. Kur ti gjen këto tubime me lekt, kur ti gjen këto tubime ku përkujtohet Allahu, me lekt të thrasin njëri tjetrin, e jani drejt asaj që po kërkojmë, e jani se kemi gjetë një vend ku përmendet Allahu, ku lartësohet Allahu subhanahu wa taala. Dhe i rrethojnë me lekët këta njerëz që mbledhen këto tubime të përmendjes së Allahut, i rrethojnë me lekët me krahët e tyre deri në qiellin e afërt. I rrethojnë me lekët. Pastaj Allahu subhanahu wa taala, edhe pse i di kicendet, edhe pse është i gjithdijshëm, i pyet me lekët, çka thonë robërit e mi? Çka janë duke thonë robërit e mi në këto tubime? Me lekët thonë, po të madhërojnë, po të lartësojnë, e po të falenderojnë dhe po të përmendin me lavdi, o Zot. Pastaj pyet, Allahu i pyet me lekët, am kanë pa të mua? Am kanë pa të mua? Me lekët thonë, jo, pasha Allah, ty nuk kanë pa. Ty nuk kanë pa. Po pyet Allahu, por si kur të kishin pa mua, si kish mu kanë gjendja e tyre? Si kish mu kanë gjendja atyre njerëzve që janë të bu në përkujtim të Allahut, nëse shohin Allahun subhanahu wa taala. Thonë me lekët, po të kishin parë ty, do të ishin edhe më shumë të përkushtuar në adhurim, do të ishin më të zëvshëm në lavdërim, do të ishin më të shumë në falënderim dhe madhërim. Kështu, po thojnë, me lekët po thojnë Allahu subhanahu wa taala. Pastaj, Allahu subhanahu wa taala pyet me lekët, çka janë duke kërku këto prej meje? Çka janë duke kërku këto njerëz në këto tubime të përkujtimit? Me lekët thonë, këto janë duke kërku xhenetin. Allah po pyet, a e kanë pa këto xhenetin? Me lekët po thonë, jo vallahi se nuk e kanë pa këto xhenetin. Pastaj Allah po pyet, por sikur se ta kishin pa xhenetin këto, si do të ishte gjendja atyre? Çka do të bënin këto? Tha po ta kishin pa xhenetin, do të ishin më të etur për me hyrë në xhenet. Do të ishin më të vendosur për ta fituar xhenetin. Do të kishin dëshirë më të zjarrt për me hyrë në xhenet. Pastaj Allah i pyet me lekët, nga çka janë duke kërkuar mbrojtje këto? Prej çka i po kërkojnë mbrojtje? Me lekët po thojnë Allahu subhanahu wa taala, këto janë duke kërkuar mbrojtje prej zjarrit. Këto janë duke kërkuar prej mbrojtje prej zjarrit të xhenemit. I pyet Allahu, e kanë pa këto zjarrin e xhenemit? Me lekët pyetën, jo pasha Allah, po nuk e kanë pa zjarrin e xhenemit. Allah po i pyet, por sikur se ta kishin pa zjarrin e xhenemit, si do të ishte gjendja e tyre? Si do të vepronin ata? Po thojnë me lekët, po ta kishin parë, do të ishin shumë larg xhenemit, do të ishin largu shumë prej zjarrit të xhenemit. Do të ishin më të frikësuar prej zjarrit të xhenemit, edhe do të ishin më të kujdesshëm ndaj zjarrit të xhenemit. Qysh mu kanë kujdesshëm prej zjarrit të xhenemit? Qysh mu largu prej zjarrit të xhenemit? Duke i zbatuar urdhrat e Allahut, edhe duke u largu prej harameve dhe prej gjunave. Kështu njeriu largohet dhe distancohet prej zjarrit të xhenemit. Pastaj Allahu po thotë, ju bëj dëshmitar, o ju melek, unë e juve jam duke ju bë dëshmitar se unë u kam falë atyre. Shikoni çfarë hadithi madhështor, çfarë hadithi me vlerë shumë të madhe, për shkak se janë tubu në një tubim ku përkujtohet Allahu, ku mësohet fjala e Allahut, këta persona po i falë Allahu subhanahu wa taala. Çfarë vlerë të madhe ka ky hadith i pejgamberit alayhis salam, që na kejt duhet me marrë mësim. Me prezentuna për vende ku përmendet Allahu, me prezentuna për ligjërata, na për derse, na për mezdiset hajrit, ku mësohet feja, ku mësohet dini, ku mësohet imani, ku mësohen sendet e dobishme, ku mësohen sendet me virtyte shumë të mëdha. Kështu në çfarë vlerë të madhe ka. Të falë Allahu subhanahu wa taala, të mëshiron Allahu subhanahu wa taala. Tubimet e përkujtimit të Allahut janë tubime që janë të mbushura me melek. Për kundër tubimeve të haresës, tubimeve të argëtimit, tubimeve të haramit, tubimeve ku gënjehet, ku përgojohet, ku shpifet, ati ka vetëm dam, ndërsa tubime ku përmendet Allahu ka vetëm falje, ka vetëm mëshirë, ka vetëm gëzim, ka vetëm lumturi. Thot Allahu në Kur'an, e kush largohet me qëllim nga përkujtimi të gjithë mëshirshmit,
Kush largohet me qëllim nga përkujtimi i Allahut, ne ja caktojmë atij një djallë për shoqërues, dhe ai bëhet miku i tij më i ngushtë. Pra ata të cilët largohen nga përkujtimi i Allahut, ata mik dhe shok e kanë shejtanin. Dhe melekët e rrinë lartë prej këtyre lloj njerëzve. Andaj, nëse do melek afër teje, nëse do të kaplu mëshira e Allahut, përmende Allahun dhe rrej në vende ku përmendet dhe mësohet fjala e Allahut subhanahu wa taala. Padyshim se tubimet e përkujtimit të Allahut e ruaj njeriu nga pendesa dhe nga keqardhja në ditën e gjykimit. Ndërsa tubimet e kotësisë edhe tubimet e shpërqendrimit do të jenë burim, hidhërimi dhe dëshpërimi për pjesëmarrësit e tyre në ato vende. Transmetohet nga Abu Huraira se pejgamberi alayhi salam ka thënë: kush ulet në një vend dhe nuk e përmend Allahun e të, do ta ketë ato si bardhë dhe mangësi për rrethin e tij para Allahut. Dhe kush ngrihet në një vend për të pushuar dhe nuk e përmend Allahun, do ta ketë si bardhë dhe mangësi për rrethin e tij para Allahut. Në çdo vend ku nuk përmendet Allahu subhanahu wa taala, aty bojnë vend shejtanët, aty bojnë vend xhinët. Ndërsa në ato vende ku përmendet Allahu, aty rrin larg shejtanët edhe xhenat. Aty rrin larg shejtanët edhe xhenat. Prandaj, përmendeni Allahun sa më shumë. Prezantoni në vende ku përmendet Allahu dhe largojeni prej atyre vendeve, prej atyre mexhliseve ku përgojohet dhe ku bëhet gibet. Largoni prej atyre vendeve ku shpifet. Largoni prej atyre vendeve ku shahet dhe hyjet. Sa ato janë vende dhe mexhliset e shejtanit. Ato janë mexhlise ku zbret hidhërimi i Allahut edhe jo mëshira e tina. Tubimet e përmendjes së Allahut janë shkak madhor për ruajtjen e gjuhës. Dhe largimi nga këto që i ceka prej përgojimit, prej sharjes, prej fyerjes, sa ai person i cili prezanton për vende ku përmendet Allahu, ai patjetër se gjuha e tij nuk ka me fol fjalë këqija. Prej gjuhës e tina s'ka me dal kur gjë e keqe, nuk ka me pas shame prej tina, nuk ka me pas gënjeshtra prej tina, nuk ka me pas shpifje prej tina. Sa ai person i cili prezanton për vende ku përmendet Allahu, ai nuk i ban do sana, ai rrin lart prej këtyre cilësive dhe prej këtyre fjalëve të këqija. Njeriu është i prirë që të flet. Shumë prej njerëzve kanë qenë me fol shumë, ndërsa për gjuhën tonë, për folën tonë këna me dhënë llogari. Po Allahu wa qulu lin-nasi husna, dhe njerëzve fitni fjalë të mira, njerëzve fitni fjalë të bukura, ose fol mirë ose hesht. Por ndryshe do të merresh në llogari para Allahut subhanahu wa taala dhe do ta merresh ndeshkimin e tina. Kush ja mëson gjuhës e tij përmendjen e Allahut? Kush ja mëson vetes tina që me përmend Allahun? Ai ka mu largu prej këtyre veseve të këqija. Ai ka mu largu prej këtyre cilësive të këqija që zbret hidhërimi Allahut subhanahu wa taala. Nuk do ta zgjas më shumë. E kemi edhe një njoftim për fund. Kemi pas probleme me çështjen e rrymës. Edhe elhamdulillah ajo çështje është rregullu. Shumica e borxhit është fal. Është paguajtur vetëm një pjesë e borxhit. Edhe një pjesë e borxhit do të paguhet me rata kalimi denar. 90 diçka muj kalimi denar, domethënë edhe 96.000 denar kanë mu paguajtur me rata. Mirpo, këtu në xhami me buxhetin sa mbledhet në ditën e xumës, që mbledh një xumë muajit. Shumë e vogël sa vjen rryma ku me paguajt gjatë dimrit. Gjatë verës është e përballueshme. 2-3.000 denar, 4.000 denar është e përballueshme për buxhetin e xhamisë, për parat sa mbledhen në ditën e xumës një herë muajit. Mirpo gjatë dimrit rryma vjen shumë. Vjen 20-30.000 denar, ndoshta edhe më shumë. Prandaj në çdo muaj që mbledhemi parë, sikur është kjo xhumaja e fundit e muajit, kontriboni sa të keni mundësi për nevojat e xhamisë, sidomos për nevojën e pagesës së rrymës, që është shumë e lartë. Që nëse nuk arrini në një parë për me paguajt rrymën, atëherë mund zejmë s'mina me lshu. Atëherë në xhami do të jetë ftoftë. Edhe atëherë në xhami s'ka me pas kushte elementare për më fal. Njerëzit kur falen ftoftë dhe koncentrimi nuk e kanë çuç dohet. Prandaj, ndani prej pasurisë suaj për shpinën e Allahut subhanahu wa taala. Ndani për harxhimet e xhamisë.
Në çdo muaj, kemi thënë se në çdo muaj, në xhumarin e fundit të muajit ne mi para për nevojat e xhamisë, andaj kontriboni sa të keni mundësi për nevojat e xhamisë. Elhamdulillah, çështja e rrimës është evollu. Tashmë borx nuk kemi. Mirë po duhet me vazhdu me pagurimën. Nuk i takon shpisa Allahu subhanahu wa taala, nuk i takon një xhamie që mos me paguaj të rrimën, që mos me paguaj strojën. Na do të më kanë pastërt edhe para Allahut, do të më kanë pastërt edhe para njerëzve. Mirë po, harxhimet e xhamisë kush i mlon? I mbulon xhamati. Sa ka këtu në xhami edhe jashtë xhamisë? 200-300 veta, 400 veta, 500 veta. Nëse ke i japin ka 100 denar, ka 200 denar, atëherë nuk kemi problem, as për rrimën, as për nevojat tjera. Edhe njerë përsëris, kontriboni sa të keni mundësi për nevojat e xhamisë. Jepni pak që Allahu ju dhon shumë. Jepni sa Allahu ashton pasurinë. Allahu ju jep bereqet në pasurinë tuaj. Ju jep bereqet në familjen tuaj. Ju jep bereqet në trupin dhe shëndetin tuaj. Jepni që Allahu me ju dhon. Jepni që Allahu me u ashtu pasurinë. Allahu na fal dhe Allahu na mëshiroft edhe të gjithëve në xhenet na takoft. Walhamdulillahi rabbil alamin.